Një ditë më parë, në ambientet e bibliotekës së qytetit të Lushnjës u zhvillua një takim bashkëpunimi me GIZ. Lushnjë mirëpriti përfaqësuesin e ambasadës gjermane në Tiranë, zonjën Renat Kvele, në një takim të hapur ku u prezantua projekti finalizuar tashmë i instalimit të paneleve fotovoltaike në një qerë dhe 3 kopshte dhe 2 shkolla të bashkisë Lushnjë. Janë rreth 1500 fëmijë dhe nxënës që përfitojnë kushte më të mira dhe ambient më të pastër nga ky projekt që u realizua në kuadër të programit të Bashkimit Evropian për tranzicionin e energjisë. Marrëveshja e kryetarëve të bashkive në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, zbatuar nga GIZ me fonde nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane, në prani të drejtuesve të institucioneve arsimore, kopshteve dhe çerteve dhe drejtuesve të këtij projekti mjaft të rëndësishëm për qytetin e Lushnjës. Nga ky projekt i instalimit të rreth 150 paneleve fotovoltaike në gjithsej 6 objekte arsimore do të mundësohet ulja e shpenzimeve që aktualisht shkojnë për energji, reduktimi i dioksidit të karbonit dhe do të krijojë kushte më të mira dhe një ambient më të pastër për rreth 1500 nxënës dhe fëmijë. Instalimi i paneleve diellore do të gjenerojë më shumë se 100 megavator energji të pastër në vit, ndërsa do të reduktohet emitimi i gazrave që shkaktojnë efektin serë me më shumë se 900 ton dioksid karboni. Fjalën përshëndetëse të takimit, duke ju referuar dhe projektit bashkëpunues në këtë aktivitet, e mbajti drejtoresha e përgjithshme e integrimit, politikave sociale dhe informimit, Ariola Korreshi. Ky projekt është një hap konkret drejt energjisë së rinovueshme dhe të gjetër dhe është një shembull i qartë i zhvillimit të qëndrueshëm lokal. Ky projekt nuk përfaqëson më thjesht një investim teknik i bërë në bashkinë tonë, i cili është implementuar në 3 qerte, në 3 kopshte, në kopshtin 1-4, 2 dhe në kopshtin 3, në shkollën Kongresi dhe në shkollën 18 tetori, i cili do të implementohet, ka nisur puna në Skapoj për implementimin e këtij projekti, dhe në qerten numër 1 të bashkisë sonë. Ky projekt është një angazhim për një të ardhme të qëndrueshme për mirëqenien e fëmijëve tanë dhe një forcim bashkëpunimi ndërmjet partnerëve vendas dhe lokal dhe ndërkombëtar. Një falënderim e theksoj edhe një ambasadës gjermane, e cila me mbështetjen e saj të vazhdueshme ka qenë një faktor kyç në realizimin e këtij projekti dhe kjo është një dëshmi e përkushtimit të përbashkët për zhvillimin e gjelbër dhe forcimin e kapaciteteve vendore. Më pas fjalën e mori kryetaria e bashkisë, zonja Riselta Sefa, e cila e përshkroi këtë projekt si të veçantë për Lushnjën. Ky gjë do të na ndihmojë që ne të ulim një kosto të jashtëzakonshme që ne paguajmë sot faturat e energjisë elektrike, si në kopshte më çerte, por tani edhe në 2 shkolla të cilat janë përzgjedhur edhe për shkak të vlerës shumë të madhe që kanë këto faturat e energjisë elektrike në këto 2 shkolla, duke qenë edhe se ngrohja e nxënësve gjatë periudhës dimrit bëhet nëpërmjet energjisë elektrike, dhe patjetër që këto 2 modele që në fakt duken projekte të vogla, por që kanë një impakt të jashtëzakonshëm, ne patjetër do të shpresojmë që të replikojmë dhe të praktikojmë edhe në objekte të tjera të institucionit të bashkisë, sepse kjo do të na ndihmonte që të kishim një zero kosto në shpenzimet për energjinë elektrike dhe patjetër që këto kostot që do të kursehen ne të kemi mundësi për t'ia kthyer qytetarëve në investime të tjera, si në godinat e kopshteve, por patjetër edhe në rikonstruksionet e shkollave. Në rastin të falenderoj qeverinë gjermane, e cila ka qenë një mbështetje jashtëzakonshme dhe një partner shumë i rëndësishëm i bashkisë sonë, si në këtë projekt, një program që ne kishim pak vite më parë, që ishte pikërisht dhe kjo në kuadër të një thirrje që GIZ i hapi për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, ku ne arritëm të krijojmë hartëzimin social për persona me aftësi të kufizuar dhe talasemik, por patjetër qeveria gjermane ka zbatuar dhe një projekt shumë të rëndësishëm në Lushnjë, ku fal këtij investimi ne sot kemi 24 orë ujë në gjithë qytetin e Lushnjës, kështu që gjej rastin që ta falenderoj zonjën edhe në emër të gjithë qytetarëve të Lushnjës. Edhe përfaqësuesi e ambasadës gjermane, Renata Kvele, falenderoi përfaqësuesit e bashkisë, por edhe drejtuesit e këtij projekti, duke treguar përfitimin nga energjia diellore pasi Lushnja është 300 ditë në rrezet diellore. Germany has been engaged in continuous development cooperation with Albania for 37 years now. Within the framework of our development cooperation, we cover a very broad spectrum of topics, with clear priorities being areas in which the daily lives of Albanians can be improved. That is in water supply, sanitation, waste,
recycling system, but especially energy and renewable energy. And Germany's commitment to the European future of Albania and the Western Balkans is much more than political alignment, as we help building a future that is green, resilient, inclusive, and economically sustainable. Për sa i përket angazhimit të Gjermanisë për të ardhmen evropiane, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor, through the regional climate partnership between Germany and Western Balkans, we are supporting the region and making that future a reality. Ky projekt i instalimit të paneleve fotovoltaike u krye në çerdhe nr. 1 me rreth 50 fëmijë, në çerdhe nr. 2 me 178 fëmijë, në kopshtin 1-4 me rreth 215 fëmijë, në kopshtin nr. 3 me rreth 147 fëmijë, në shkollën e mesme 18 tetori me 530 nxënës dhe në shkollën Kongresi i Lushnjës me 360 nxënës. Ky projekt do të ketë vazhdimsi edhe në disa institucione të tjera të Bashkisë Lushnjë.